Mbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomik në Radio Televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Sot do të flasim për sigurinë ushqimore. Shumë prej jush ka kaluar Krishtlindje uroj të mbara dhe përgatiten për vitin e ri dhe shpenzimet janë një ndër objektivat kryesor të kësaj fundjavë. Siguria ushqimore faktikisht është trajtuar më parë në Ora Ekonomik, zoti Goxha, të cilin kam të ftuar ka qenë pjesëmarrës dhe me rolin e ri të drejtorit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kemi të ftuar zotin Artan Gjergji, më mbrëmë se keni ardhur. Zoti Goxha, i falenderoj që erdhët, ju përfaqësoni faktikisht shoqatën për mbrojtjen e konsumatorëve. Zoti do kalojmë direkt në pyetjen e parë, faktikisht zoti Goxha, si ka qenë viti 2012 për sa i përket institucionit që përfaqësoni? Sa i vështirë ka qenë, çfarë problematikash keni hasur? Gjithmonë sigurinë ushqimore. Padyshim kjo është dhe tema sotshme. Besoj që siguria ushqimore në Shqipëri nuk pati përmirësime gjatë vitit 2012, pati një moment fushate që solli përmirësim të menjëhershëm të dukshëm që zgjati rreth një muaj, pastaj u la përsëri në atë situatë që ishte. Pa disa përmirësime që erdhën si pasojë e kësaj fushate që ndodhi në muajin shtator, por ndesha të kujtoj që nga muaji qershor korri gusht, zyra jon vazhdoi protestat e dështuara përballë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, dhe vetëm kur sensibilizuam kryeministrinë arritëm që të kemi një reagim të menjëhershëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, siç ndodh rëndom në Shqipëri, dhe situata e sigurisë ushqimore mbetet një situatë kritike, një situatë e cila është e lënë mënjan si një çështje jo shumë e rëndësishme. Inspektoriatet, institucionet e mbikëqyrjes tregu që merren me sigurinë ushqimore. Zoti Goxha, më faqet në ndërpres. Kemi një orë 20 bashkë në dispozicion që do të diskutojmë për problematikat faktikisht të sigurisë ushqimore, por doja të dija, juve si institucion, shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve, çfarë keni hasur gjatë vitit 2012? Pastaj do merremi institucionet e tjera që kemi zotin Gjergji. Në Shqipëri mishi therret në mënyrë shumë të papërshtatshme, duke sjellë rreziqe të larta, risk të lartë shumë në fushën e sigurisë ushqimore. Bulmetrat e Shqipërisë kanë shumë probleme të sigurisë ushqimore, për mënyrën se si trajtohen, sidomos pjesa që prodhohet në mënyrë artizanale nga fermerët shqiptar, dhe ajo që hidhet në treg në mënyrë spontane dhe jo të organizuar. Kemi probleme të mëdha me sigurinë ushqimore në raport me atë që quhet pjesa e restoranteve dhe shërbimeve, ku asnjëherë nuk e qartë, nuk di dhe nuk ka asnjë informacioni se çfarë po të ofrohet në pjatën tënde. Kemi probleme të mëdha me sigurinë ushqimore që ka të bëjnë me produktet e amballazhuara, konfeksionuara, cilët kanë bërë me problemin e skadencës, kanë bërë me problemin e përmbajtjes, me ingredientët që kanë brenda, mënyrën se janë trajtuar. Zakonisht flas për prodhim lokal, por shpesh ndodh që edhe prodhimi i importit mos jetë shumë i sigurt, jo në fushën që ka të bëjë me atë që quhet përmbajtjes, ajo dihet se çfarë është, por ka të bëjë me disa elemente të cilat këtu në Shqipëri nuk janë shumë të qarta, që ka të bëjë me ngjyrosit artificial, elemente kimikate që kanë këto produkte. Dhe shpesh ndodh që edhe produktet që janë në fund skadencës janë perëndim, shpesh pavarësisht se ka një lloj legislacioni që e redukton këtë mundësi, ato arrin të futen në tregun shqiptar. Një pjesë tjetër e problemit është që ka shumë produkte në treg që ne na vijnë vazhdimisht sinjalizime, të cilat janë të dyshimta në lidhje me skadencën, por ne nuk kemi ekspertizë e duhur për këtë çështje. Dhe nuk dim të japim mendim kompetent në këtë aspekt. Ka produkte të cilat mendohet nga konsumatorët, pra ka një lloj, se thosh, dyshimi krejtësisht i pa faktuar dhe krejtësisht i pa dokumentuar, që është kush i domosdoshëm, që ka produkte të cilat u është falsifikuar skadenca. Unë deri më sot nuk kam asnjë produkt me skadencë falsifikuar në zyrën time që të kem mbledhur nga tregu. Megjithatë, vazhdimisht marrim ankesa të tilla dhe kur shkojmë të verifikojmë, kemi shumë vështirë që të hasim në këto lloj produktesh. Problemi i fundit që do thoja në lidhje me sigurinë ushqimore ka të bëjë me faktin se baza familjare e perimeve, që është domatja, kastraveci, speci dhe shumë produkte tjera, edhe frutat të veçanta, si shalqini për shembull, kanë kimikate, kanë hormone, kanë lloj elemente kimik të çuditshëm, të cilat e ndihmojnë shumë produktin që të jetë në formën interesante që kërkon tregu, por në përmbajtjen e vet është krejtësisht i paushqyeshëm në nivelin e mungesës së vlerave ushqimore, por shpesh edhe të rrezikshme për shëndetin. Dhe ajo do thoya që ne kemi problemi që nga ferma deri në pjatën tavolinës që na shtrohet në shtëpitë tona, pasi kemi bindjen që nuk është bërë puna e dur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për këtë çështje. Dhe e deleguat faktikisht institucioni i përkatës. Zoti Gjergji, ju faktikisht jeni ri në këtë institucion, por institucioni nuk fillon kur vjen drejtori i ri apo jo, ka historikun e tij. Dhe të njëjtën pyetje që i drejtova zotit Goxhaj dhe pastaj mund të përgjigjeni pyetjes së tij ose akuzës së tij, për sa i përket vitit 2012 që lan pas, si ja kanë qenë disa prej arritjeve apo të shtimeve, sfidave që keni patur dhe çfarë projektoni për vitin 2013 si institucion?
Përpara se të kaloj në përgjigjen e pyetjes suaj në lidhje me arritjet e institucionit për vitin që sapo shkoi, duhet të jemi koshient radh parë edhe zoti Goxha edhe ne, po edhe konsumatori që Shqipëria është ende një treg të zhvillim e sipër dhe si i tillë ka problematikën e vet, e cila nuk mund të rregullohet brenda natës apo brenda një periudhe relativisht të shkurtër kohore. Çfarë do të them me këtë? Edhe pse siguria ushqimore është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për jetën e përditshme të konsumatorit, fatkeqësisht në Republikën e Shqipërisë është parë si koncept i rëndësishëm vetëm para 2-3 vitesh, pra 2-3 vite më parë këtej, kur realisht filloi të mendohej seriozisht për krijimin e një institucioni i cili të merrej, të specializohej vetëm pikërisht me garantimin e sigurisë ushqimore për konsumatorët shqiptar. U angazhua qeveria, kemi një fond të Bashkimit Evropian i cili asiston AKU-n që ka 2 vjet e gjysmë në këtë drejtim, pra që nga themelimi, krijimi i legislacionit për katës, me cilë operon AKU-ja, jemi ende në fazën e përmirësimit të kuadrit rregulator i cili duhet të përputhet me kuadrin ligjor në fuqi, kështu që është e pritshme që impakti dhe roli i këtij institucioni të ri në tregun shqiptar të mos jetë kaq i prekshëm për qytetarët, mos jetë kaq i prekshëm edhe nga institucionet si shoqata që drejton zoti Goxhaj, sepse për arsye që sapo thash, pra një treg në zhvillim, një mori biznesesh për të mbikëqyrur, një mori problematikash dhe brenda të njëjtit biznes ju gjeni me dhjetra apo qindra problematika të ndryshme, duke filluar që nga myku i thjesht në ambientet ku magazinohen produkte deri tek cilësia produkte, një seri komponentësh të cilët ndoshta nuk rrezikojnë jetën e qytetarit, por që përsëri përsëri nuk janë të përshtatshëm le të themi për konsumin e qytetarit. Kështu që do thoja, për të kthyer tek pyetja juaj, do thoja që në një situatë të tillë, çdo tull që vihet në këtë mur, pra në drejtim të punës që po bëhet, si nga qeveria, si nga institucionet shtetërore, për përmirësimin e situatës së tregut aktual, për përmirësimin e gjendjes dhe nivelit të sigurisë ushqimore në treg, në gjykimin tim duhet përshëndetur dhe duhet përkrahur. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që institucione të tilla si shoqata për mbrojtjen, pra zyra për mbrojtjen e konsumatorit, duhet ta shohin AKU-n si institucion bashkëpunues. Pra jemi të dy institucionet në të njëjtën anë të medaljes. Të dyve në target grupi jonë është përsëri konsumatori. Kështu që në vend që të akuzohemi dhe të përplasemi duke harxhuar energji të panevojshme, unë gjykoj që do ishte shumë herë më frytdhënëse gjithmonë në funksion të konsumatorit, bashkëpunimi jonë, shtrirja e dorës së bashkëpunimit me njëri tjetrin, shkëmbimi i informacioneve që zotëria posedon, është shumë të drejtë, dhe kalimi tek ne në mënyrë që ne duke përdorur forcën e ligjit të marrim masat e nevojshme në një kohë relativisht të shkurtër brenda mundësive teknike që kemi. Nuk do të harrojmë që dhe armata, po themi AKU-s, inspektorët AKU-s ka një limit, në gjithë Shqipërinë janë 430 veta, por që nuk do të harrojmë që në gjykimin tim konsumatori është inspektori më i mirë i cilësisë ushqimore. Kështu që ne presim realisht nga konsumatori të jetë proaktiv, jo pasiv. Pra personalisht, po dhe zoti Goxhaj është njeri që udhton shumë shpesh jashtë shtetit. Ne gjithë kemi jetuar shumë vite jashtë shtetit dhe i dim të drejtat dhe detyrimet që kanë konsumatorët. Jemi rritur me këtë frym, jemi kthyer dhe po tentojmë të përpiqemi ta implementojmë të frym tek gjithë qytetarët që të fillojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Deri para 3 vitesh apo 2 vitesh mos qofsha gabim, nuk kishte as ligj për mbrojtjen e konsumatorit, ne gjërat po ndryshojnë për mirë. Ka sot një drejtori të veçantë në Ministrinë e Ekonomisë. A është efikase, as është efikase, kjo është një debat tjetër. Problemi është që gjërat po shkojnë në vendin e tyre, po krijon institucionet dhe ne duhet bëjmë pamundurën që t'u japim kohën institucioneve të tregojnë vetveten. Duhet të jemi bashkëpunues,
në mënyrë që të identifikojmë problematikat dhe të tentojmë të përmirësojmë legislacionin, të tentojmë të përmirësojmë kuadrin rregullator në mënyrë që mos u lëmë shteg abuzuesve me këtë pjesë. Pra, në vend që të harxojmë energji dhe herë duke hedhur topin e fajt në fushën njëri tjetrit, unë gjykoj që një frymë bashkëpunimi do ishte shumë herë më pozitive në funksion gjithmonë misioni të dyja palëve në këtë rast është konsumatori dhe mbrojtja e shëndetit konsumatori. Për të kthyer tek pyetja juaj në lidhje me përmirësimin ose jo të situatës. Pa dashur të hyjë në detaje statistika, duhet të thënë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bërë një punë deri diku të lavdërueshme me rritjen e inspektimeve në subjekte të ndryshme që mbas ligjit për ushqimin konsiderohen subjekte operatorë të biznesit ushqimor. Nuk duhet të harrojmë që rutina jone e përditshme përfshin, sidomos në vendet e mbipopulluara, përfshin një numër inspektimesh mujor deri në 200 inspektime mujore. Pra në vende si Tirana, Durrësi, Fieri, qytete që janë goxhat apo zona që janë goxhat mbipopulluara, numri rutin i inspektime mujore arrin deri në 200. Kuptohet, nuk mund të ketë, po themi Erseka apo Gramshi apo Kuksi, nuk mund të kenë të njëjtin numër inspektimesh sepse edhe vetë numri i operatorëve biznesi që operojnë në këto zona është më i ulët. Pra ne kemi një rutinë të përditshme që është çfarë inspektoni konkretisht? Subjektet, të gjitha subjektet që janë pjesë e ligjit për ushqimin dhe jo vetëm. Nuk duhet kuptojmë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk ka bazë ligjore vetëm ligjin për ushqimin. Ne kemi një sër ligjesh duke filluar që nga fusha jone e veprimit duhet kuptojmë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është një institucion që shtrin aktivitetin e tij në gjitha subjektet që prodhojnë, pra në gjithë hallkat e zinxhirit, që nga prodhimi, transmetimi, transferimi, depozitimi, pra magazinimi apo dhe tregtimi i produkteve ushqimore me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore në gjitha këto hallka. Ne merrem me një moritje jashtëzakonshme bizneses, të cilët janë biznese që janë edhe hallka të ndryshme të një procesi të caktuar. Pra, fjala bie që kuptojmë edhe nga qytetarët, për atë djathin që merret nga Baxho, e thjesht, ne na duhet, pra vetëm për një produkt, ne na duhet të kemi ka një koncept në gjuhën tonë teknike që quhet gjurmshmëri. Ne duhet ta ndjekim produktin, në rast se kemi informacion që ka probleme produkti, në çdo hallk të këtij procesi, që nga Baxho e deri në tryezën qytetar zoti Goxhaj. Kështu që nuk është më besoni që kur vjen puna në praktik dhe në realitet nuk është një proces kaq i kollajt sa ç'duket, sepse ke kushte teknike të jashtëzakonshme, pra jo fort komode për të ushtruar aktivitetin, në anë tjetër ke një numër inspektorësh që është i pamjaftueshëm. Kështu që duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, që ta kuptojnë dhe qytetarët, një filtrim shumë i madh i gjithë produkte ushqimore, sidomos me bazë importi, duhet kuptojmë që Shqipëria është një vend konsumator që pjesën më të madhe konsumit e bazon tek importet. Fatmirësisht në legislacioni që është përgatitur i ka dhënë mundësinë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të krijojë filtrat e tij që në momentin që në traun doganor ku kalon produkti në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi inspektorët tonë në çdo pikë doganore nga ku hyn produktet ushqimore në Republikën e Shqipërisë. Dhe aty, po themi në nivel 70 deri në 80% kemi një filtrim të parë të produkteve. Duke filluar që nga kontrolli i dokumentacionit deri tek cilësia e produkteve dhe me ligj ne kemi detyrim të marrim mostra për secilin për produkte dhe bëjmë analiza përkatëse. Në mënyrë që ligji për ushqimin e detyron që çdo subjekt, çdo operator biznesi që merret në fushën e ushqimit, e detyron që përpara se ta hedhë në treg për konsum, normalisht analizat kanë dalë në rregull dhe të ketë kaluar në filtrin e EAKU-s. Gjithë këto hallka janë hallka pozitive të cilat unë nuk pretendoj që zhdukin çdo lloj problemi, por krahasuar me 2-3 vite më parë kur AKU-ja nuk ekzistonte, ka një përmirësim të jashtëzakonshëm të rritjes së kontrollit të cilësisë dhe sigurisë ushqimore për çdo produkt konsumuar në tregun shqiptar. Atëherë, zoti Gjergj, faleminderit se keni bërë një përmbledhje të mirë të punës suaj. Zoti Goxhaj, mund të shtoni diçka, ndërkohë keni parasysh pyetjen time që unë do vi dhe të gjitha pikat që më shumë drejt zoti Goxhaj. Unë duhet të bëj një seri vogël në lidhje me raportin se si organizatat përballen me institucionin. Unë e falenderoj shumë zotin Artan Gjergj për këtë hyrje të re në komunikim publik, në raport me shoqata e konsumatorëve.
për një arsye se kemi 2 vjet ose më saktë 1 vit që jemi krejtësisht përjashtuar nga çdo lloj komunikimi publik me autoritetin kombëtar të ushqimit. Ju e mbani mend vetë. Po keni përmendur edhe në këtë emision. Na marrën këtë emision dhe refuzonin autoritetet e ushqimit që ishin përballë nesh. Po. Dhe kjo ka zgjatur 1 vit. Mos harroni që unë jam antar i bordit të autoritetit kombëtar të ushqimit si profesor shoqërisë konsumatorëve dhe jam interesuar dhe pranë antarëve të tjerë të bordit dhe mbledhja nuk është shkruar kurrë për 1 viti e gjysmë. Mbledhja e bordit të autoritetit kombëtar të ushqimit, që është një kusht domosdoshëm. Ligji thotë një profesor shoqërisë konsumatorëve është antar i bordit. Unë jam zgjedhur me anë të një VKM-je në këtë vendim. Kam kërkuar për 1 viti më kot, 1 vit e gjysmë, që të bëhet një mbledhje pasi është detyrim 6 mujor, që do të ketë mbledhje. Dhe është shkelur ligji që nuk është bërë kjo mbledhje. Dhe unë kam 1 vit e gjysmë kam bërë disa pyetje në mbledhjen e fundit që kam marrë pjesë, lidhe me disa çështje që janë bazike për konsumatorët, që kanë bëjnë mbi atë kush është strategjia se si do të mbrohet konsumatori në fushën e sigurisë ushqimore bashkështazore. Kemi ngritur disa çështje në lidhje me thertorët, kemi ngritur disa çështje në lidhje me mënyrën si therret mishi në Shqipëri, kemi ngritur disa pretendime në lidhje me mënyrën se si tregtohen shumë produkte ushqimore në dritën e diellit, që për ne është një dëm shumë i madh për një mungesë veprimi shumë të vogël. Dhe më së fundi unë kam përballë titullarin e institucionit që është i ri tashmë, nuk është më ai person apo ajo mënyrë drejtimi siç ka qenë, i cili thot publikisht që është i hapur për dhe faktikisht ishte i gatshëm që edhe kur i thash që ishit ju për herë parë që unë kam një përballje mas 1 viti gjysmë me jo titullar, por dhe me këdo. Tani nuk dini se të reagoni. Është hera parë që ne flasim. Ja, zoti Goxha, ne me Goxha një më parë. Absolutisht. Unë i falenderoj për këtë. Dhe unë besoj që do të bashkëpunoni për të mirën e konsumatorëve. Unë doja që të fokusoj pikërisht tek një nga gjërat më të rëndësishme që është thënë sot për mendimin tim. Konsumatori si inspektor i sigurisë ushqimore. Unë besoj që kjo e ka mbajtur sigurinë ushqimore në Europë dhe në vendet e zhvilluara në këto parametra që ne njohim. Nuk e kanë mbajtur inspektorët e shtetit. E ka mbajtur fakti që konsumatori është ai që përfaqëson kërkesën dhe konsumatori nëse është i përgjegjshëm, nëse është i informuar, nëse ka kapacitetin e duhur, sepse këtu lidhet shumë ngushtë dhe niveli kultural që ka të bëjë, ai është polici vërtet i tregut, pasi është vetë kërkesa e tregut. Çfarë do të bëjë konsumatori në rast se vëren diçka që nuk shkon me produktet që ai blen në treg? Në radh parë është një element i përbashkët që s'mund të jetë thjesht konsumatori. Nuk ka konsumatori. Konsumatori dhe të tjerët. Pse? Sepse konsumatori radh parë që të reagojë duhet di për çfarë të reagojë. Unë mund të them që një nga kritikat më të mëdha që ne kemi bërë në autoritetin kombëtar të ushqimit dhe vetë shtetin shqiptar ka qenë një mungesë totale 7 vjeçare e çdo lloj përpjekje minimale, mungesë totale e asaj që quhet informimi i konsumatorit për ato që janë disa aftësi që atij i duhen në treg. Konsumatori shqiptar është i vetmi konsumator në Ballkan që nuk është informuar asnjëherë për jo thjesht për të drejtat. Le të shpresojmë që konsumatorët që po na ndjekin tani, çfarë do të kemi parasysh konkretisht? E para, konsumatorët shqiptar ende nuk janë persona të përgjegjshëm për të parë etiketën e një malli ushqimor. Gjëja e parë që do të bëjnë është të shohin gjithmonë etiketën. Tu fillon gjithçka. Nëse ne po flasim për konsumator, ne nuk po flasim për klient. Ne nuk po flasim për blerës. Po flasim për një personalitet i cili ka disa drejta dhe detyrime, i cili është në term konsumator. Ndryshe do të ishte kur themi klient. Klienti është në varësi të një korporate, të një kompanie, e di ai se si e menaxhon atë, dhe ai nuk është njëri që ka shumë të drejta. Ka thjesht drejtat që i ofrohen, por të drejta me ligj nuk ka. I kanë momentin kur ai quhen veten konsumator, pasi dhe ligji e quan konsumator kur ka të drejta. Që do thotë, gjëja e parë që bëjë një konsumator është të marrë një produkt dhe të shohë kush është ky produkt, çfarë histori ka, në historinë e vet çfarë përfshihet. Përfshihet kur është prodhuar, ku është prodhuar dhe ka kontakt mbi prodhimin. Ka produkte në tregun shqiptar që nuk dihet, që nuk e tregojnë se ku kanë kontaktin. Si unë do të reagoj për këtë produkt për shembull. I mungon një dhënë, që mund të jetë telefoni, adresa, diçka e tillë, cilat janë shumë dhe unë kam fjalën për sallamin për shembull. A kjo është pyetja e madhe që ngrihet në çastin që s'ka. Në këtë moment që ne po flasim, me çmime shumë të ulta në treg, qarkullon një sallam i cili është i pa amballazhuar. Vjen direkt nga punishtet vogla dhe hidhet në treg me kile dhe i pa amballazhuar. Nëse ka një produkt rrezikshëm, është një produkt i pa paketuar, një produkt i pa shoqëruar me informacionin se çfarë është ky produkt. Dhe duhet ndërpres pak këtu. Supozojmë që zoti Goxha e ngrehet si shqetësim zyrtarisht tek ju. Çfarë mund të bëhet këtë rast? Çfarë keni bërë ju nëse pas emisionit themi e merrni si informacion zyrtar? Atëherë, më vjen mirë që zoti Goxha ne thash dhe emër ne një vetëm përpara, por që dhe kemi qenë në studio të ndryshme pikërisht në funksion të mbrojtjes konsumatorëve. Të dy parë kemi qenë unë si ekonomist ja di vlerën kësaj çështje, kështu që fatmirësisht në pozicionin në cilin ndodhem ka totalisht një ndryshim filozofie në këtë drejtim,
madje unë këtu publikisht ftoj zotin Goxhaj që në muajin janar ne të kemi takimet e zyrtarë dhe të tentojmë të hedhim pikat e një marrëveshje zyrtare bashkëpunimi, ku të identifikojmë kanalet e rrugët e një bashkëpunimi sa më të frutshme. Thash edhe një herë, jemi të dy në të njëjtën anë të medaljes, të dy grupimeve, edhe institucionet AKU-s, por edhe shoqatave të konsumatorëve u interesojnë asgjë tjetër përveç se konsumatorët. Konsumatori është mbreti për ne. Nëse në ekonomi është ai termi që mbreti është klienti, ne e kemi në këndvështrim me konsumatorin që përsëri është klient, sepse para në këndvështrimin shtetëror, institucioni shtetëror është rregullatori, pra intereson që qytetarët jenë sa më të shëndetshëm dhe të mos kenë probleme nga subjektet ndërkohë, sa shoqata normalisht lobon për një grup interesash të caktuara, për grupime të caktuara. Për të ardhur, kështu që kjo është publikisht e thënë në janar, zoti Goxha, sepse nuk premtoj dot në këto ditë, në fund viti, në janar, zyrtarisht jam i gatshëm. Mund ta garantoj që do të ketë, jo thjesht bashkëpunim, por do të ketë rezultate. Se ju jeni dhe jurist, kështu që është më kollaj të më sillni një draft. Nëse do të sillim një frym të konsumatorëve, unë kam bindjen që puna e inspektorëve do reduktohet kaq lehtë se nuk do të ketë ku të shkojë. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë. Nëse ne do të ngrem dot një perceptim të ri konsumator në tregun shqiptar, konsumatori sapo shef një gjë që nuk shkon, telefonon. Këto do të pyesja, pra këto që po pyesja që parë, e parë është shifja e etikimit, tani do të marrin telefon dhe është një hap i dytë. Do të bëjmë një telefonat, ne do të publikojmë sapo të bëjmë takimin dhe mënyrën se si mund ta informojmë konsumatorin. Çfarë pikash ta i reagojë? Unë kam avancuar të drejtim. Ka një telefon besoj në website. Po, ka një telefon pa pagesë, numri i gjelbër. Unë kam tentuar ta ndryshoj situatën, por që kjo nuk e zbe as pak rolin e shoqata konsumatore. Që thotë që me ardhjen time në zyrë kam kërkuar që AKU-ja të jetë sa më prezente, besoj e vini re që në 2-3 javët e fundit ka një prezencë më të madhe të AKU-s, si në terren ashtu edhe në përdaljet publike, në përdalje nëpër institucione. AKU-ja duhet të jetë në çdo moment pranë konsumatorit dhe pranë qytetarit. Ne kemi vënë në dispozicion një numër pa pagesë, një numër jeshil, numër i gjelbër, që për informacion publik është 0800 75 75, ku ne mbledhim të gjithë informacionet që vijnë nga konsumatorët në lidhje me denoncime të caktuara. Nuk është e thënë, ashtu që me drejt zoti Goxha i tha që parë, nuk është e thënë që gjithë informacionet janë sakta. Ne si autoritet rregullator nuk e kemi luksin të ndajmë cili mund të jetë, thashë them, e cili mund të jetë informacioni vërtet. Ne jemi të detyruar, që sepse bëhet fjalë siguria, shëndeti i qytetarit. Fikse që kur ti merr që ka një zjarr, i detyruar ose policia kur njoftojnë për bombë të rreme, është e detyruar të shkojë deri në fund sepse bëhet fjalë jeta e qytetarit. Kështu ne e kemi aktivizuar ka 3 javë këtë numër dhe jemi të hapur, madje këtu do kërkojmë dhe ndihmën e ZMK-s të lançojmë si nisëm në mënyrë që ne të marrim informacion dhe të veprojmë në rrugë zyrtare. Ja, t'ju jap një detaj të vogël. Kjo nuk është kanë 200 inspektime në muaj për shkak. Vetëm llogaria është, nëse vin sinjale nga konsumatori, inspektimi bëhet më cilësor se 200 në ditë. Bëhet më cilësor inspektimi. Dhe licitacioni një indicion. Ndërkohë që vetë koncepti i tregut që shpesh ka një fenomen që ndodh në Shqipëri. Një nga principet që unë mendoj ka qenë gabuar te autoritetet kombëtare të ushqimit kanë qenë me riskun e lartë. Dhe riski i lartë quhet vetëm risku i prodhimit. Harrohet që risku i tregtimit në Shqipëri bëhet risk për arsye specifike. Janë shumë hallka, nuk është vetëm prodhimi. Ndodh për Shqipërinë kjo fakt. Ndodh sepse këtu në këtë vend ka mungesë të kulturës profesionale të shërbimit. Që do thotë mënyra si mund të magazinohen shumë produkte në dyqanet të vogla, kthejnë riskun e madh për cilësisë se rrezikut që krijon një gjë e vogël. Kushtet magazinimit, llogarisë, një dyqan i vogël nuk ka asnjë arsye të inspektohet, është kaq i vogël se nuk mund të quhet risk. Në Shqipëri bëhet risk. Pse? Bëhet risk sepse mënyra se si mund të trajtohet ai produkt mund të kontaminojë 15-20 familje. Zakonisht parimi ka qenë që të inspektohen vetëm supermarketet të mëdha, magazinat të mëdha, sepse risku shumë i lartë, bëhet fjalë për mira. Ndërkohë që në Shqipëri është një grup i madh shërbimesh, të cilët nuk e dinë çfarë është inspektimi. Se inspektuar kurrë për sigurinë ushqimore, sepse janë fshehur në përcepa pallatesh, janë fshehur në përcepa rrugësh, janë në fshatra, në zona të caktuara. Nuk kanë nevojë për licencë për të gjithashtu për. Ktu konsumatori luan një rol të jashtëzakonshëm. Ky është rasti kur konsumatori, sepse në konsumator nuk mund të luajë asnjë rol tek një magazin e madh. Po konsumatori luan një rol gjigant, të jashtëzakonshëm tek pikarat e vogla të shërbimit, të cilat nuk kanë nevojë për një task force, nuk kanë nevojë për një grup shumë të madh inspektimi.
të cilat duke qenë se janë 460 veta staf në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, është 430 mund të menaxhohet. Mund të ndërhyj pak vetëm si koncepte. Vjen konsumator, shoh diçka që shkon te ky dyqan, në mendjen time unë mendoj që nuk do shkojmë te ky dyqan, do shkojmë te dyqanin tjetër. Nuk do merren telefon ose konsumatori nuk do merrte direkt në telefon. A është mundur kjo? Këtë do mundohemi. Kjo do mundohet të ndryshojë. Këtë do mundohemi të ndryshojmë. Mjafton vetëm ajo, pra nuk mjafton. Qose atëherë duhet të jemi shumë të qartë edhe konsumatori duhet ta kuptojë. Konsumatori unë përdor termin proaktiv. Konsumatori duhet të jetë proaktiv. Me denoncimin e fenomenit nuk mbaron çështja aty. E para, institucionet shtetërore ndjekin fenomenin dhe bllokojnë abuzuesin, që i bie AKU-ja. Dhe në anën tjetër, në rast se subjekti, pra në rast se individi ka pësuar dëme, kemi plot raste ka mësuar dëme, ka pësuar dëme shëndetësore te vetë, te familja e tjetër, shoqata ZKM-ja vjet në punë, madje unë e di që ofron dhe asistentë ligjore pa para, në mënyrë që të shkohet në përgjigje të ndiqjen të drejtat e tyre. Këtë filozofin Goçaj faktikisht çfarë viti 2018, sa i suksesshëm ka qenë për sa i përket pikërisht këtyre hapave konkret. Keni patur raste të tilla? Unë do të bëj një hyrje këtu dhe dua të më jepni pak kohë sepse mendoj se është e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Unë besoj kam 7 vjet që merrem këtu dhe kam arritur në përfundim jo vetëm unë, por edhe kolegët mi, që kemi një defekt të madh në gjithë reformën rregullatore në mënyrën e perceptimit të mbrojtjes konsumatore. Dhe nuk bëhet fjalë për çështjen e sigurisë ushqimore, bëhet fjalë për gjitha fushat. Vetë ligjin e konsumatorëve, fushat bankare, fushat sigurimeve private, energji, telefoni, çdo gjë. Bëhet fjalë që ka një defekt gjithë sistemi. Dhe defekti nuk ka qenë defekt padashi, një defekt zhvillimi, por ka qenë një defekt i imponuar nga ekspertiza ndërkombëtare që është ofruar në Shqipëri. Po të shohësh në mënyrën se si është ndërtuar gjithë legislacioni jon, e ka dobësuar shumë aftësinë e konsumatorit për mbrojtje. Që ka të bëjë me 3 elemente bazë: dëmshpërblimin, mënyrën se si ai mund të ndjekë hapat e vet në një proces gjyqësor për të rivendikuar të drejtat e tij, dhe e treta që ka të bëjë pikërisht me mënyrën se si mund të mbështetet ky konsumator në mbrojtjen e tij ligjore. Dhe ka një defekt gjithë sistemi, në gjitha fushat, dhe është punuar dhe unë kam pas një debat realisht të plot, të rregullt, të përvitshëm për 7 vjetësh në çdo tryezë, në çdo bord, në çdo autoritet ku ndodhem, pikërisht për këtë fenomen. Pse? Dash në fushën e ujit, dash në energji, dash sigurinë ushqimore, ka ndërtuar një formë të tillë që konsumatori ndihet krejtësisht i pafuqishëm për të kërkuar. Ty jap një rast. Zyra e mbrojtjes konsumatorëve është përqendruar në kallëzime penale dhe jo në çështje civile. Pse? Sepse na kanë vënë një kufizim që ne duhet të sigurojmë 3% të garantimit të padisë. 3% e garantimit të padisë organizata nuk i disponon si para. Ne jemi organizatë që jemi kryesisht vullnetare, ne nuk paguajmë për punën që bëjmë, por kemi një mbulim financiar që shkon në vit rreth $26,000 në vit. Në total që na jep shteti viti i parë, vitet e tjera nuk kemi pas fare. Dhe pikërisht po ta shohësh, ne na ka dhënë shteti disa mundësi, që janë zyrat pa lek, siç kemi kushte teknike ku punojmë pa para. Njësia Bashkiake 10 që deton nga zona blendi fuga për shembull, ka krijuar gjithë ambientet e punës ku konsumatorët kanë drejt vinë të ankohen e të bëjnë. Por ndërkohë, ekspertiza jonë është minimale, sepse nuk kemi të mbuluar asnjë person me pagesë për të bërë ekspertizë të fushë, ndërkohë që nuk i kemi 3% garantimit padisë. Çdo 3% i garantimit padisë. Që të hapësh një gjyq në Shqipëri civil, fillimisht do të paguash në gjykat 3% vlerës për cilën ti ngre pretendimin. Ku do gjejmë 3% parave? Iku e para. E dyta, po të shohësh vetëm mënyrën se është bërë ligji, na kanë hequr para disa vitesh në legjislacion të drejtën që ne quhemi shoqat konsumatore si konsumator në ligj. Që do të thotë, pa pasur nevojë për të marrë një ankesë nga konsumatori, ne mund të organizonim thjesht një padicë civile për dëmshpërblim në emër të konsumatorëve, si konsumator apo që të bënim një çështje për nivellim drejtash. Që do thotë na kanë lënë një hapësirë shumë të mirë në kallëzimet penale, por që kallëzimi penal nuk është më punë e jonë se atë e bën shteti pastaj. Ne vetëm çojmë informacionin. Ne nuk investigojmë asgjë më tepër. Prandaj edhe këtu jemi përqendruar ne. Elementi i tretë që është shumë i rëndësishëm dhe që është shumë problematik është që organizatat e konsumatorëve në Shqipëri nuk sigurojnë dot asnjë kusht teknik minimal nga asnjë ndërkombëtar dhe nga asnjë institucion shtetëror për të pasur ndonjë farë ekspertize kur bëhet debat ekspertizë. Çfarë ndodh? Të huajt paguajnë 1.000 euro dita personin e tyre që sjellin jashtë për të bërë oponencë një çështje. Kurse ne që do të bëjmë në oponencë emër të konsumatorëve, do ta bëjmë vullnetarisht, duke qenë pa gjumë, duke takuar ndonjë shok, ndonjë mik pa pagesë për të gjetur një mençuri të caktuar, për të përballur me një çështje teknike, që mund të jetë një akt rregullator për një. Ju po thonë që keni nevojë për mbështetjen e shtetit për pikërisht për të funksionuar që pastaj shteti. Jo, unë them gjë më të madhe, them që sistemi është i gabuar. Unë po them që sistemi duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar ajo që quhet e drejta e konsumatorëve për të pasur të drejta, jo të drejta në fakti që ti i ke, por mënyrën se ti mbroj këto drejta. Dhe nuk flas për sigurinë ushqimore, flas për gjithë sistemin. Dhe një nga betejat tonë në vitin 2013 si organizat është pikërisht ndryshimi i atyre pikave të reformës tonë rregullatore që kemi në Shqipëri, në të gjitha fushat, për pjesën e mënyrës se si konsumatori mund të mbrohet. Pra jo a ka të drejta, por mënyra se ti mbroj këto të drejta. Sepse ka një defekt i sistemi që është sponsorizuar, pse është sponsorizuar? Është sponsorizuar nga institucionet ndërkombëtare
Sepse po ju garantoj, nëse do të hysh ekonomisë shqiptare në vitin 2012, në fund vitit, sa para janë qarkulluar gjatë këtij viti, si çdo vit tjetër, do të shohësh që Shqipëria është një treg interesant me shumë miliardë dollar. Që do thotë fitimi që vjen nga abuzimi i konsumatorëve nuk është një vlerë kaq e vogël sa të neglizhohet. Që do thotë mbi konsumatorët, abuzimi që bëhet mbi ta. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me çmimet, ka të bëjë dhe me çmimet, ka të bëjë dhe me cilësinë e produktit, cilësinë e shërbimeve. Mjafton çosh çezin për shembull. Fitimi i madh i çezit, që është një fitim marramendes, le të thonë që kemi falimentuar, ka ardhur sepse kanë abuzuar me konsumatorin e ndershëm, atë që ka paguar. Dhe s'kan investuar në fushën atij aspekti që ishte për të garantuar. Ka dhe ente rregullator për këtë punë apo? Këtë duhet shpjegoj. Fitimi është i madh kur abuzohet konsumatori. Dhe Shqipëria ka pasur një hall të madh. Fitimi ka qenë kaq i madh sa ka pas gjithmonë një suport për të mos e lënë reduktimin e këtij abuzimi. Ka pas një sponsorizim shumë të madh. Unë jam përballur me shumë institucione ndërkombëtare, jam me vetëm organizatë Shqipëri që mund të pyesësh në shoqërinë civile, që kam refuzuar projekt $40.000 që na është ofruar, sepse na kanë vënë kushte që mos i mbrojmë konsumatorët. Kemi bërë reagim ndërkombëtar, kemi kthyer mbrapsht projektin, kemi kthyer mbrapsht parat, kemi thënë ne nuk bëjmë projekte për të mos mbrojtur dhe kushti është mos mbrojtja e konsumatorëve. Ne një organizatë e cila gjykojmë që në Shqipëri duhet bërë një goditje e madhe dhe të gjitha reforma rregullatore për të dhënë mundësi konsumatorët të mbrohet. Çka do thotë dhe puna jonë si organizatë është përqendruar më tepër në ngritjen e çështjeve, ngritjen e problemeve pranë autoriteteve, pranë inspektorateve, pranë institucioneve. Dhe mund t'ju garantoj që nëse ka pas një reagim shumë të madh që ndodhi në fund të verës, fillim të në periudhën e shtatorit, unë ju garantoj që ne kemi ndetur ke hekurat e autoritetit ushqimit dera për jashtë, 3 muaj her pas herë, një në 2-3 javë paraqiteshim aty, bënim stris të media nuk na vinte një pjesë, shumë pak media na vinin, dhe më së fundi kur ne reaguam pranë institucionit më të lartë në Shqipëri të ekzekutivit, atëherë filloi një reagim i plot, gjithë tregun që u bë një pastrim i shumë rrugëve të Shqipërisë nga shumë kioska kasapësh, krejtësisht ashtu standardi. Dhe kjo është një nga përgjegjësitë që kemi pasur në punën tonë gjatë vitit 2012. Pasi kemi ata përmendën çfarë krye pyeta. Kjo është një nga rritje mjaft e madhe. Zoti Goxha ka shumë të drejtë në pothuaj të gjitha gjërat që thotë, sepse me të vërtetë që mbrojtja e konsumatorëve është pak problematike këtu. Unë nuk e dija deri në detajet juridike, por që e shoh në pasivitetin e konsumatorit si operator shumë i rëndësishëm në treg. Ndoshta kjo vjen edhe për shkak të një farë dekurajimi të mungesës së shtigjeve për t'u ankuar. Tashi, unë prapë do e rrotulloj bisedën, do e kthej përsëri në institucionin që drejtoj, tash edhe një herë ka ndryshim filozofie, AKU-ja është pranë qytetarit në çdo moment, numri i jeshile është prezent, gjendet shumë lehtë në website-in e institucionit tonë, por vazhdoj ta përsëris. Zotëri më falni, nëse keni ndonjë pyetje për të ftuarit në numrin 069 40 31 600, çdo pyetje për sa i përket sigurisë ushqimore. Falni zot Gjeri. Por përsëri vazhdoj të them që ajo do jetë vetëm thjesht indicio që japin institucionit ton për të ndjekur fenomenën fjalë dhe për të parë nëse produkti apo produkti ushqimor është me problem apo jo. Gjithmonë për pjesën e dëmshpërblimeve gjëra normalisht duhet të lobohen me institucione përkatëse, njerëzit duhet të mësojnë të jenë pjesë e lobeve, duhet të mësojnë të jenë pjesë e mbrojtjes interesave të tyre, sepse thjesht individualizmi nuk çon në zgjidhje të përhershme, është thjesht një. Ne shqiptarët fatkeqësisht e kemi këtë, më tepër harxojmë energji për gjetë një mik për zgjidhur një hall, se sa të lobohemi, të ngrim zërin në rrugë zyrtare, qoftë edhe me shkresa që janë të pakta shkresa që më vijnë nga konsumatorët në zyrën time ku ankohen për çështje të tilla. Ndërkohë që edhe pse kemi 2-3 javë që kemi lançuar numrin pa pagesë, për izë vërtetës nuk është se ka shumë denoncime nëpërmjet këtij numri. Kështu që i bëj thirrje përsëri shoqatës dhe zotit Goxhaj që ju lutem transferoni paktën për pjesën e sigurisë ushqimore ato që na përkasin ne, transferoni direkt në numrin ton dhe do shihni një reagim të jashtëzakonshëm dhe madje keni të drejtën ju jeni antar dhe i bordit që ju keni akoma më tepër shumë drejta me çdo lloj shkresë zyrtare do merrni informacionin që ju doni për çdo lloj çështje që ka të bëjë me mbrojtjen e konsumatorëve. Kjo është fryma e ligjit, jo e personit që drejton institucionin, kjo është fryma e ligjit dhe kjo për këtë ju garantoj që do zbatohet pikë më pikë. Për të kthyer tek një sër arritjesh që realisht janë bërë viti që shkoi me mbështetje, sepse në fund roli i grupeve lobuese dhe grupeve në gjuhën teknike do të quhen grupe presioni.
janë presion mbi institucionet shtetërore dhe mbi ekzekutivin për përmirësuar jetën e qytetarëve në fundit. Dhe për hir të këtij presioni të shoqatave të konsumatorëve u arrit në atë që u tha dhe më lart, në atë aktin normativ që u miratua nga kryeministri për thertoret dhe për gjitha pikat e therrjes së kafshëve në Shqipëri, të cilat ishin totalisht jashtë standardeve, gjenden buzrrugë etj. Është bërë një punë e jashtëzakonshme këtë drejtim, duke filluar që nga shtatori kur u miratua akti normativ. Por fatkeqësisht djalli fshihet në detaje dhe un kam qejf ta shpjegoj këtë pikë. E di dhe unë që ka shumë hallka, duke filluar zoti Goxha me shumë drejt përmendi që parë produkti që shiten në diell, produkti që shiten në mes të rrugës etj. Duhet kuptojmë që AKU-ja, legjislacioni ja ka kufizuar aktivitetin. AKU-ja është një trup inspektuese. Ne nuk kemi një trup policor. Çfarë dua të them me këtë? E di dhe unë që është e padrejtë, është problematike në aspektin e ushqimit që të shiten produkte në mënyrë të tillë, por duke qenë se subjektet janë subjekte që nuk janë persona juridik, autoriteti kombëtar i ushqimit nuk e ka tagrin ligjor të ndërhyjë dhe të bllokojë produkte të tilla apo të gjobis fundja spekulantë të tillë me produkte të tilla. Këtu duhet të hyjë në lojë një hallk më i gjerë institucionet shtetërore. Duhet thuaj që nga bashkia, që nga policia bashkiake, policia e shtetit, inspektorët e AKU-s her pas here ndodhen edhe në represionin dhe presionin e subjekteve të biznesit që janë pjesë e mbikëqyrjes. Dhe her pas here kemi pas dhe konfrontime fizike me operatorët e biznesit. Në të gjitha rastet, pra duhet gjithmonë ndihma edhe e institucioneve shtetërore si policia e shtetit. Në shumë raste kemi pas informacione për produkte kontraband të hyra, sepse normalisht tenton të hyjë kontraband produkti që ka probleme në vendet e standardizuara. Dhe normalisht tentojnë ta fusin në një treg që është ende në hapat e para të zhvillimit, kështu që këtu duhet të hyjnë punë antikontraband. Pra janë një sër problematikash të cilat edhe pse vullneti mund të jetë pozitiv. Dhe te kjo pikë faktikisht vjen një mesazh nga teleshikuesit ku bën pyetje për analizën e gjalpit që vjen nga importi, thotë, i cili është në çmim shumë të ulët dhe thotë teleshikuesi që jam i sigurt që është në cilësisë së dobët. Dhe ju lutem teleshikues vetëm me mesazhe dhe jo me telefonata. Atëherë, gjalpi në rastin tonë është një ndër miliona produkte që ne kemi subjekt të mbikëqyrjes. Unë ftoj teleshikuesin që në numrin jeshil të denoncoj subjektin, operatorin e biznesit, i cili e tregton atë gjalp, në mënyrë që edhe ne të kemi indicën e qartë se flasësh në terma të përgjithshme gjalpi, është shumë e rëndësishme të garantohet anonimati. As si diskutohet, janë ligjore, janë nuk ka nevojë, atëherë të kuptohemi. Nuk ka nevojë të jap të dhëna, sepse numri jeshil është numër pa pagesë. Nuk përgjigjet makineria, nuk përgjigjet një person nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Ju do thotë, subjekti ose personi të marrë në telefon mjafton të deklarojë problematikën, pse dyshojnë që produkti është jashtë standarde, pra mund të ketë etiketën, mund të ketë për shembull mund të fshihet data skadencës, i mungon data skadencës. Edhe këtë pyetje që ka teleshikues ta bëjë zyrtarisht. Jo zyrtarisht, marr numrin, nuk ka nevojë të thotë emrin fare se kush është, mjafton të thotë emrin e subjektit i cili e tregton atë produkt, sepse thash të thuash gjalpi është një lloj si të thuash bota, pra është një term shumë i gjerë. Në Shqipëri mund të hyjnë në vit me tonelata gjalp, në kohë nga po themi qindra subjektet. Është e pamundur fizikisht të bësh inspektim vetëm për një produkt, kemi miliona produkte tjera. Prandaj, konsumatorët duhet të jenë sa më të qartë në denoncimet e tyre. Nuk ka anonimati është xhaj ruitur sepse nuk kanë detyrim të deklarojnë se kush janë. Kushdo që ka dërguar mesazhin, lutem nesër në 0800 75 75 është numri i konsumatorit të deklarojë subjekti ku zotëria apo zonja e blen atë produkt. Dhe ne në bazë të atij termi që u thash gjumshmëria, sepse ç'a ndodh? Bën vaki, ai subjekti i vogël që e shet, ai marketi që e shet e lagje nuk ka probleme me këtë pjesë, nuk është faji subjekt. Është faji atij që importon që sjell. Kështu që duke ditur zanafillën, inspektorët e AKU-s shkojnë, bëjnë inspektim në subjekt dhe i kërkojnë faturat nga ku është blerë e madh. Pra kjo është gjumshmëria, ne kthehemi mbrapsht. Kthehemi tek pika e shumicës, kthehemi tek pika e importit dhe arrim të ndjekim gjithë produktin në hallkat e caktuara. A është perfekte ky zinxhir? Nuk është perfekte, sepse jetojmë në Shqipëri dhe normalisht gjithë e dimë që evazioni fiskal ka probleme. Por të paktën në një pjesë të tij ne arrim të identifikojmë ca problematika. Do të bëjmë ndërhyrje. Mendoj që duhet bërë një punë e re që nuk është bërë deri më sot, një komunikimi zyrtar me tregtuesit. Tregtuesit shqiptar janë njerëz të cilët kanë krijuar biznese familjare, kanë një mungesë totale formimi profesional në fushën e tyre, kanë krijuar një eksperiencë personale, autodidakte në këtë praktikë pune.
por harrojmë që siguria ushqimore nuk është diçka që është si çesësh fletore, si çesësh blloqe dhe celulapsa. Problemi qëndron që në Shqipëri ne nuk kemi një formim, një garanci tek ai që po e shet si person, që është i aftë kuptoj problemin me cilin po përballet. Ai nuk e di për shumë shpesh, qëllon që nuk e di, që vetëm brecit, po dhe macet, edhe qenët pranishëm në ambient janë të palejueshëm. Ndërkohë personi nuk e di për shembull që nuk është normale që të prekësh lek me dorë dhe me ato dorë të prekësh disa lloj produkte si djathi, gjalpi kur ti i paketon kur i bën gati që janë të hapura, më kupton? Jo djathi që është i paketuar, po djathi që është në enën e përkatëse, në hirrën e vet, në dyqan apo në frigorifer. Të prekësh lek me dorë, të prekësh djathi është e palejueshme. Praktikisht duhet të kesh shitëve e bëjnë. Këto fjalë që themi, këto fjalë asnjë nuk njihen nga prodhuesi. Ke shumë raste të furrave të bukës, të cilët të japin bukën me letër, pasi nxjerrin nga qesja. Sakt. Ose të japin prapë me qese, siç ishte diku. Sakt. Ndërkohë që ne flasim për qesën, e cila është një ndalesë në furrën e bukës, në shitjen e bukës, po harrojmë që qesja është akoma dhe me 10 fish 1000 herë më e dëmshme kur vjen puna tek peshku, tek mishi. Ndërkohë që shitsi jon nuk e ka këtë informacion. Unë besoj që është detyrë e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që nga janari të marrë një reformë, pikërisht për të informuar, të bashkëpunë me shoqatat e biznesit, me shoqatat me institucionet bashkiake, me institucionet komune. Jam i sigurt që do të thonë që është kost, do arritet kosto, prandaj nuk e bëjmë. Unë kam bindjen që pak punë duhet për ta bërë këtë gjë dhe televizioni mund të jetë një rrugë shumë e mirë për të informuar të gjithë grup të madh njerëz të punësuar në këtë sektor që nuk e bëjnë të keqen se janë të këqij, po e bëjnë të keq sepse nuk dinë. Ne kemi vite që themi që duhet informohet, duhet mësohet, duhet trajnohet në një format, në një formë apo në një mënyrë të caktuar. Të vënë dhe kushte me ligj, që nuk mund të çesësh ti ushqime, nëse nuk e marrë certifikat që ke marrë një informacion të caktuar, që ti je trajnuar diku, që nuk e marrë një informacion paraprak. Nuk ka një botim në Shqipëri, i cili ti tregoj shitësit se si duhet cilët me sigurinë e tij ushqimore. Mungon një fletpalosje, fletpalosje është e vogël, por duhet një broshurë të paktën, që të ketë gjitha rregullat dhe ndalesat ligjore. Shitësi nuk e di çfarë ligji shkel. Ligji i konsumatorëve se ka idenë shumica 90% e shitësve të Shqipërisë. Jo fushën e sigurisë ushqimore, por çdo fushë tjetër. Është një punë voluminoze që do doj kohë. Unë besoj që këto janë domosdoshmëri për të përmirësuar sigurinë ushqimore në tregun shqiptar. Dhe një nga betejat që ne kemi pas ka Autoriteti i Ushqimit të 2 vjetëve të fundit, kemi pas të debat në 2010, 2011, 2012, 2012 nuk e bëm dot se s'kishim as kontakte dot, por thelbi ka qenë që ne kemi ngritur çështjen, informimi i tregtuesit, informimi i konsumatorit. Nëse nuk informon tregtuesin kush janë shkelet që po i bën ligjit, nëse nuk informon tregtuesin kush janë më të mirat që duhet bëj për t'i ofruar konsumatorit një produkt të sigurt dhe që ai të rrisi fitimin duke mos e dëmtuar produkti që ai ka në dyqanin e vet. Askush nuk ka vrarë, nuk ka vënë një zjarr për këtë gjë. Besoj që tash është momenti që pse kemi një drejtim të ri në këtë autoritet dhe shoh që kemi një frymë të hapur për të bërë pikërisht atë që nuk është bërë, raporti me publikun, atë që publiku është inspektori. Do të gjejë është drejtori i ri dhe faktikisht ka shumë pyetje që ju drejtohen juve si institucion. Zonjë zotërinj, i lutem dërgoni vetëm mesazhe në numrin 069 40 31 600 për çdo pyetje që mund të keni. Ndërkohë ndjekim një shkputje publicitare dhe më pas do të dëgjojmë se mendojnë qytetarët se sa të sigurt janë ata faktikisht dori për ditë. Dërgoni mesazhe do mundohet që t'i përgjigjet zoti Gjergji. Faleminderit. Jeni të sigurt për ushqimet që konsumoni? Sigurt jam vetëm për ato që prodhoj vetë, nga fshati. Për ato që i marrim dyqan nuk jam e sigurt. Po e kundëllojmë do ta nën mund të ndryshojmë. Mos po dim jona. Sa e sigurt jeni ju për ushqimet që bleni dhe që konsumoni? Cilësi, s'ka cilësi, si mas çmimi, cilësia. Kontrolloni shpesh datat e skadencës? Jo, po vjen vula si për vulës. Çfarë skadencë? Semi sigurt, mase edhe janë, po vihet ajo për sipër, kështu që s'ka kontroll. Ju ka qelluar ndonjëherë që të ketë kaluar data e skadencës? Ka qellu, po, si kemi vuronsi, as kemi anku, as kemi. Për sa i përket mishit dhe qumshtit? Marrim çik me sasi të vogël, se mishi është shtrejtë dhe me pensionet që jemi neve nuk e mbulojmë atë. Për sa i përket sigurisë, cilësisë natyre? Cilësia ka dhe cilësi të mirë me çmimin më të lartë, ka cilësi dobët me çmim më dobët. Për sa i përket sigurisë ushqimore, sa të sigurt jeni ju për frutat apo perimet që bleni ose qumshtin, mishin? Cilësia natyre? Gjithashtu nuk kemi pas ndonjë problem. Mendoj se mirë janë. Ju i bleni në vende të kontrolluara apo ku të qëlloni? Po ku të qëllojmë? Zakonisht ke fshatarët që shesin në rrugë, sepse na duken më të sakta. Mbas jam gabim, po ashtu mendoj. Ju
Ka qelluar ndonjëherë që të bleni produkte të skaduara që kanë kaluar pra nga data e skadencës? Nuk më ka bava kjo gjë, po mbase mund ndodhi. Edhe tuke ne s'ka asgjë të sigurt. Ka qelluar të keni blerë ndonjë produkt që ka kaluar nga data e skadencës? Të shtim me thonë që kena vu me në tamam në është ajo, po shumicën asër pa. Pa tjetër, i shepa i që i blen, i shep se nuk do blej gjë në të skadume. Po vetë betiu, çdo gjë, ajo që i shet, e bët diçka, edhe mund të hudhi të jo se mund. Tjetër se ndërse do të çoj ushqim ke lemojve të shtëpi, ushqim të skaduar se të mbaru. Sepse jemi në prag të festash edhe ka një shtim të blerjeve. Ajo po dihet të çdo gjë për festat, sidomos për britërie, për Bajram, gjithsemi ose për Pashk, bëhen budallallëqe sa dush. Po këte duhet ta kenë parasysh ato që janë për këtë punë. Në rast se konstatoni që produktet mund të jenë të skaduara, a keni mundësi ti denonconi ato? E mira, çdo njeri që e ka për familjet e vet, nuk e ka për njeri të huaj. Shumë mendoj që duhet bëhet kjo punë. E kam shumë merak datën e skadimit, edhe shikoj bilem edhe në shtëpi kur i marr, meqense është me kohë të shkurtër, e konsumoj sa më parë që mos e ham. Këte kam parasysh, sidomos këto që shiten në rrugë, jemi shumë të kujdesëm se në rrugë shiten me vend e pa vend dhe e merr mikropin kur të duash. Sidomos kjo bulmeti, peshku, nuk ka vende të përshtatshëm. Vërejtje i bëjmë, pa ta rendem shumë pas ku t'i shitet malli dhe sa më afër klientit, po nuk është e drejtë. Unë, sidomos, se kam patur shumë parasysh një gjithë të tillë, se kam qenë një sektor shëndetësie që kam punuar, dhe burim ka punuar në drejtorinë e higjienës, dhe këto i kam patur shumë kujdes. Dhe vërejtja kemi bërë gjithë secilit. Shumë e dobët. Ku e vini re më shumë, tek frutat, perimet, mishi, qumshti? Më shumë tek mishi. Ka qelluar ndonjë mish i keq apo i skaduar? Po, në fjalë çdo gjë që rri shumë dyqan është e skaduar. Nuk kam qenë të ketë gjëra të freskëta. Po kur blini produkte të tjera, e kontrolloni datën e skadencës, ju ka qelluar të ketë kaluar? Po këtu nuk ka asnjë gjë me fjalë që të ketë datë skadence. Ushqimet që janë në fjalë dyqan nuk kanë datë skadence. Keni bërë ndonjë ankesë për sa i përket ndonjë ushqimi që u ka? E ku ta ankohesh këtu? Ku mund ta ankohesh? Çdo gjë me fjalë ka kohë ku dush, as nuk ta vë vesh njëri fare. Sa e sigurt ndjeni ju për ushqimet që blini? Qumshti, mishi apo frutat, perimet? Shumë të mira për ne, ku jetojnë, kam shumë të mira. Për sa i përket produkteve tjera, ju ka qelluar që të ketë kaluar data e skadencës, i kontrolloni? Unë kam kontrolluar ke tregu ushqimor, se kemi tregun afër, shumë mira janë. Sa e sigurt ndjeni ju për ato produkte që konsumoni? Them 90%, shikoj gjithmonë datën e skadencës, përbërjen, zgjedh firmat që i prodhojnë, tek kështu. Mundohem më shumë të zgjedh ushqime të hapura dhe të paketuara. Sa i përket që t'i gatuaj vetë, domethënë. Mishit, qumshtit apo fruta perimet? Po kryesisht shkoj në dyqane që kanë vulën e veterinerit, të akuz domethënë. Sa të sigurt ndjeni ju për ato ushqime që konsumoni? Sigur ndjehemi përderisa janë të kontrolluara, nëpër supermarkete janë të kontrolluar. Kurse kështu në rrugë nuk e dim janë të kontrolluar apo s'janë të kontrolluar, kështu që. Po për sa i përket mishit, qumshtit, frutave dhe perimeve? Qumshti një pjesë janë të kontrolluara, që janë nëpër dyqane janë të kontrolluar, po nëpër rrugë përsëri ky muhabet është që duhet me u kontrollu çdo gjë, që të jemi të sigurt edhe ne konsumatorët. Shikoni datat e skadencës? Po, i shikojmë. Ka qelluar ndonjë? Edhe mund të ketë qelluar për në diçka vogël, jo e madhe. Zonja e Zotrimi, se keni ardhur në pjesën e dytë të emisionit Ora Ekonomik këtu në Radio Televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Siç keni dhe thatoshuar në strishat që shihin në televizor në numrin 0692403160, ju lutem na dërgoni vetëm mesazhe dhe telefonata. Do të gjej faktikisht disa prej mesazheve që vijnë janë për ju. Unë kisha përgatitur një sër pyetje të tjera, por ja detyruar të lexoj mesazhet e publikut. Okej. Pasi tema është mjaft edhe bëhet më e prekshme për konsumatorët. Padyshim. Pasi u mundon të jap zërin e tyre. Okej, patjetër. Si zoti Goxha mundon të jap zërin konsumatorëve të tjerë. Pyetja e parë ka të bëjë me sigurinë e ushqimeve dhe sidomos të mishit që konsumohet në kopshte. Është një pyetje që vjen me siguri nga një nën. Kuptoj.
kopshtet publike dhe ambientet publike në përgjithësi ku konsumohet mas janë subjekt i mbikëqyrjes së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, ka një bashkërendim të punës, ka kontrolle rutinë, sepse siç e dini, kopshtet janë në administrimin e Bashkisë së Tiranës, në rastin e Tiranës dhe bashkive përkatëse nëpër rajone, kështu që ka një koordinim mes pushtetit lokal, nuk ka rëndësi nëse është Tirana apo jo, dhe AKU-s në lidhje me inspektime rutinë. Pra janë pjesë e rutinës, inspektohen një herë në sa kohë brenda muajit, pra ka një AKU-ja, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka një plan inspektimi rutinë për subjektet caktuara, kështu që dhe kopshtet dhe shkollat ku ofrohet, ka dhe shkolla private, jo publike, ku ofrohet shërbimi i ngrënies, normalisht kanë inspektimet e tyre rutinë nga drejtoritë rajonale në bashkëpunim gjithmonë me pushtetin lokal. Kështu që besoj aq më tepër në këto ambientet ku ka një konsum të gjerë të produkte ushqimore, vëmendja e AKU-s është relativisht më e madhe krahasuar me subjektet. Fali zoti Goxha, do bashkëpunojmë bashkë për të bërë pyetje tjera zotit Gjergji. Unë jam i hapur. Ju lutem ndihmoni edhe një herë me numrin e telefonit të cilit qytetarët mund ta adresojnë. 0800 75 75 është numri i gjelbër pa pagesë. Ju lutem denonconi çdo lloj produkti ushqimor që ju gjykoni jashtë standarde, pra duke filluar që nga etiketa, edhe restorante, pikat e shërbimit, institucione, pra mjafton që ne na duhet të dimë sakt problematikën dhe na duhet të dimë sakt subjektin, pra ofruesin e këtij shërbimi, ose thënë ndryshe biznesin që ofron këtë shërbim, në mënyrë që roli i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit jetë në këtë pra tjetë veprimi jonë tjetë sa më efikas, sa më shpejt dhe mos humbet energji, sepse denoncimi mund të ketë 100 në ditë. Të shfrytëzonim kohën edhe për t'i thënë informacione të dobishme konsumatorëve tashim prak festave vitit të ri. Se zotëria është eksperti dhe titullari, po jam një person që merr me këtë fushë se t'i informojmë konsumatorët për disa probleme. Unë do t'i bëja një apel publik konsumatorëve që këto ditë vërtet mund të ketë oferta interesante në treg, të cilat mund të jenë shumë më të ulta se diku tjetër. Mos harrojmë që kërkesa dhe oferta përcaktojnë gjithmonë ritmin e çmimit kur ka kërkesë të madhe. Por ndërkohë, ai që është i zgjuar ul çmimin për të siguruar më shumë shitje, por ndonjëherë ka dhe spekulant. Dhe unë do t'i kujtoja konsumatorëve që të mos bëjnë asnjë produkt që nuk ka amballazh, etiketë, të shkruar se çfarë është ky mall, që nuk ka skadencën. Sidomos në fushën e produkteve me origjinë shtazore, që janë dhe më të rrezikshme. Çfarë janë mish, sallam, qofte të ngrira, çfarë janë gjalp, djath, të kërkojnë informacion. Nuk mund shitet gjalp në Shqipëri, edhe djath i hapur, pa u shoqëruar se nga është ky djath, kur është prodhuar. Faktikisht disa nga mesazhet që vijnë nga qytetarët është për mishin që tregtohet në Shqipëri dhe në Tiranë specifikisht, thuhet që nuk ka as vula as themi kontroll. Ky është një problem kryesor që kemi, tregu i mishit është një problem kryesor që Autoriteti Kombëtar ka si fokus të punës së tij. Për së vërtetë e përmend edhe parë zoti Goxhaj, për së vërtetë është bërë një punë relativisht e kënaqshme në drejtim të konsolidimit të tregut, që do të thotë mbas miratimit të aktit normativ nga kryeministri Berisha, ku marrin pjesë shumë institucione, pra ju thash AKU-ja është vetëm një trup inspektuese në lidhje me cilësinë dhe sigurinë ushqimore, por duhet ndërhyrja e policisë shtetit, ndërhyrja e policisë bashkiake etj. Dhe që me aktin normativ çfarë është bërë? Është luftuar në masë tregtimi nga subjektet të palicencuara fare, pra subjekte persona fizik që shisin në ambiente të hapura, dhe është tentuar drejt centralizimit të këtyre pikave të shitjes. Flas vetëm pikat e tregtimit mishi. Çfarë do të thotë, janë mbyllur gjithë ato subjekte që kanë pa licenca, një pjesë e mirë e tyre që kanë dashur të vazhdojnë këtë lloj biznesi, janë detyruar të nxjerrin NIPT-in QKR, të nxjerrin licencën QKL, të plotësojnë kriteret e përcaktuara nga AKU-ja përpara pra në akt inspektimin, që nëse ti do të hapësh këtë subjekt të dyqan edhe një herë, do të kesh këto kushte sigurie, do ta kesh ambientin e mbyllur me xham etj. Frigoriferin, pastërtia etj. Janë elementë shumë të rëndësishëm dhe është bërë një punë e jashtëzakonshme këtë drejtim. Unë nuk pretendoj që në gjithë Shqipërinë nuk do gjeni operator, se atëherë do isha naiv po ta thojë gjë të tillë. Por, krahasuar me 3 muaj më përpara është bërë një punë kolosale. A është e përkohshme apo do jetë standard që do zgjasë për sepse në momentin një subjekt ka bërë QKL automatikisht hyn, sepse ju thash një detaj teknik që ndoshta konsumatorit nuk intereson, por
AKU-ja nuk e inspekton një subjekt që nuk është person juridik, nuk mundet, nuk e lejon ligji. Unë nuk mundem që një individi që shet mishë. A ka nevojë ligji të përmirësohet në pjesën dëshkimore, sepse ky është një problem që ne kemi. Diskutohet. Ndërkohë Ministri Ruli ka ngritur një grup pune, kemi ekspertizën e ekspertëve ndërkombëtar të cilët po punojnë për përmirësimin e legjislacionit mbi sigurinë ushqimore. Kështu që besoj shumë shpejt në pranverën e vitit që vjen do kemi ligjin e ri për ushqimin, ku janë të pasqyruar gjithë problematika që është hasur në këto 3 vite, ku AKU-ja është një institucion shumë i rëndësishëm në drejtim të imponimit të mjaft elementeve kryesore, dhe këtu jeni të hapur dhe ju për të propozuar gjitha, sidomos në pjesën e ndëshkueshmërisë, madje do ju ftoja sa më shpejt që ishte mundur, sepse në javët e para të janarit ne kemi takimin e radhës me ekspertë huaj për t'u imponuar në lidhje me amendimet e ndryshme të ligjit, kështu që po punohet në drejtim. Dhe po thoja, është bërë një punë e konsiderueshme në drejtim të tregtimit. Pra, të reduktimit të informalitetit, të tentimit që këto subjekte që merren me tregtimin e mishit të kthehen, të formalizohen, pra të regjistrohen QKR, të plotësojnë disa kritere, sepse kështu pastaj hyn në agjendën e inspektimeve rutinë që do bëj AKU-ja. Dhe kjo është një element pozitiv dhe nuk kanë shanse të dalin më. Nëse dalin do të thotë që ja falimentojnë subjekte dhe nuk hyn më në treg. A mund të trajtohet më me përparësi që për mendimin tim në fushën e sigurisë ushqimore është bazike, thertorët e mëdha. Pikërisht aty do vija. Pra, po flisja vetëm për tregtimin. Thertorët janë një tjetër element mjaft i rëndësishëm, se industria e mishit dhe prodhimit dhe përgatitjes së mishit për në treg është një element shumë i rëndësishëm. Edhe këtu është bërë një punë drastike. Është tentuar të certifikohen dhe të licencohen disa subjekte si thertore me standarde ndërkombëtare. Kemi rreth 150 ECA thertore, mos është gabim gjithë Shqipërinë, që plotësojnë të gjitha standardet e Bashkimit Evropian, janë investime kapitale goxha të konsiderueshme dhe shumë të mira. A mjaftojnë 150 thertore? Shërbime të tregut vendas apo janë tregut vendas? Nuk mjaftojnë, është një numër shumë i vogël. Në fakt nuk janë thertorët e mëdha, do thoya pranë qendrave si Tirana, janë të mëdha, Në Tiranë për shkak është një thertore shumë e madhe, e ngritur, e cila nuk është fare në eficiencë sepse shumë pak tregtar. Pikërisht aty do vi. Kam përshtypjen se duhet një detyrim ligjor. Aty do vi. Drejt biznesit që shkojë drejt thertorëve. Aty do vi. Por dua të shpjegoj se çfarë është bërë, sepse çfarë folën për arritje dhe kjo është një farë arritje. Ndërkohë që duke marrë me qenë një treg në zhvillim si Shqipëria, ne nuk pretendojmë që të bëjmë thertore moderne brenda natës. Kështu që edhe ato subjekte që kanë investuar ndër vite në lidhje me industrinë e thertoreve, nuk mund nxirresh një jashtë tregut thjesht se nuk kish një godinë qindra mijërash të investuar. Kështu që është parë dhe një operator tjetër që quhet Peak Ferry, të cilat nuk plotësojnë të gjitha standardet si thertorët ndërkombëtar, me standarde ndërkombëtare, thertorët me standarde me investime kapitale serioze, por njihen me licencë dhe si të vetmet pika ku lejohet therja zyrtare e kafshëve. Por tendenca është të shkohet, pastaj pra gjithë këtyre subjekteve është menduar t'u jepet një afat kohor i caktuar, cili mund zgjasë disa vite, që të vinë në standardet e nevojshme që kërkon një thertore moderne. Problemi këtu ndodh me therjet që bëhen nga qytetarë apo nga subjektet caktuara jashtë këtyre, sepse ti nuk e detyron dot. Ne deri në këtë moment që flasim nuk kemi një ligj, edhe pse ligji e detyron faktikisht të kalojë nëpërmjet thertoreve, kemi problem me veterinerin, kemi problem me vulën, janë ca probleme që janë teknike. Kam përshtypjen se ka disa zgjidhje të thjeshta. Ne po mendojmë për një zgjidhje serioze. Asnjë mall që vjen në dyqan nuk duhet të jetë i pa therrur thertore. Ky duhet të jetë një kusht. Pse? Sepse një mall që nuk është therrur thertore nuk ka ofron asnjë garanci konsumatorit. Jam shumë dakord. Dhe Tirana për shembull ishte qyteti i parë eksperimental. Jam shumë dakord. Ka dhe kushte që asnjë produkt në treg s'ka pse ty po nuk u therrën thertore. Që do të pa i shoqëruar me një faturë thertore, pa i dokument thertore, ky produkt zoti pse? Sepse si do kontrollosh në Tiranë kaq masive, në Durrës, disa qytete të mëdha. Kam përshtypjen se një detyrim me ligj ne do të na zgjidhë shumë problem. Po punohen të drejtim përpara se shkojmë ke ligj, se ligji ju e dini shumë mirë që të kërkon shumë kohë, do të kalojmë parlament, komision parlamentare, vonohet shumë, ne po tentojmë të gjejmë zgjidhje praktike. Një zgjidhje praktike është vulosja atyre, po jo vulosja me bojë, sepse edhe ky është një element tjetër abuziv. Ne po tentojmë të gjejmë një lloj vulosje me djegje, zotëria njeh shumë mirë industrinë, një vulosje me djegje e cila e redukton në maksimum mundësinë abuzimi. Që do thotë, pastaj ne e kemi luksin që të shkojmë secili subjekt që shet,
Dhe në qoftë se nuk e ka me vulë të djegur, do të thotë që në kohë që ato vulat e djegur do jemi numër relativisht, pra do jepen me licencë vetëm atyre subjekte që plotësojnë ato kritere. Pra ne po tentojmë dhe po punojmë në drejtim, sepse industria e mishit dhe industria është më serioze. Një detaj që nuk është marrë shumë parasysh në fushën e sigurisë ushqimore që ka të bëjë me aspektin fiskal. Mënyrën se si procedohet në shitjen e konsumatorit. Ne kemi një detyri tatimore, një detyri të përgjithshme të tatimeve dhe taksave në Shqipëri, e cila ka të gjitha kushtet duhura për të bërë motorinë e tregut nëse përdoren faturat kupon tatimor. Kupon tatimor është një dokument që vendos në një orë caktuar që ti ke kryer një akt shitje. Kam përshtypjen se nëse do të kishte një koordinim institucional midis këtij institucioni, ku çdo sasi produkti ka një orë caktuar që shitet me 1 kilogram caktuar. Po. Dhe nëse konsumatori nga ana tjetër, dhe ne kemi synim që të punojmë fort edhe me detyrojnë e tatimeve, pikërisht për të rritur influencën e konsumatorit, duke qenë një person i cili po nuk mori kupon tatimor, në atë moment ai mund këtë drejt bëj çdo gjë me produktin duke mohuar dhe pagesën e parave. Në Greqi është një iniciativë shumë interesante, ku shteti ka bërë thirrje konsumatorëve grek që nëse një dyqan nuk u jep kupon tatimor, ata të mos i paguajnë paratë dyqanit. Nuk kanë asnjë detyrim financiar ndaj një subjekti nëse nuk marrin kupon tatimor. Dhe kjo është një reformë e fortë që po bën shteti grek kundër evazionit fiskal. Në Shqipëri ky evazion fiskal është gjigant, shumë i madh. Ka shumë subjekte të cilët nuk përdorin kupon tatimor, abuzojnë, ndërkohë që e vjedhin konsumatorit se çmimi nuk ndryshon. Ai po ma çmia është konsumator, si me kupon tatimor, si pa kupon tatimor, dhe kjo është një vjedhje që i bëhet gjithë shqiptarëve, që i bëhet shtetit, sepse nuk i derdhet shtetit pikërisht ai kontribut që konsumatori e ka paguar, sepse janë paratë e konsumatorit. Unë besoj që nëse do të kishte një koordinim më të mirë me të tatimeve, çdo sasi mishi, çdo sasi gjalpi, çdo sasi djathi, e cila hidhet në treg, përcakton që në këtë dyqan ka pasur një produkt sasi kilogramësh XY. Që do thotë shitësi është detyruar të tregoj ku e gjeti këtë produkt. Nëse shitësi do të tregoj se ku e gjeti këtë produkt, atëherë gjurmimi i madh, se këtu është gjithë sekreti. Gjurmimi i madh bëhet menjëhershëm. Nëse do të ndodhi një helmim, nëse do të ndodhi një dëm ushqimor, nëse do të kapet një rast, ne kemi mundësi ta gjurmojmë me këtë lloj forme. Sepse asnjë produkt nuk mund të futet në treg nëse nuk kanë shoqëruar një histori e shitjeve që ka ardhur nga prodhimi, nga ferma deri te një ndërpyetje që vjen faktikisht, a ka ndonjë vul që qytetarët ndjehen sigurt që ushqim që merresh kontrolluar nga shteti shqiptar, jo vetëm për mishin, por edhe për produktet tjera? Jo, kjo është dhe praktikisht e pamundur dhe në asnjë vend të botës nuk është. Ka miliona produkte dhe me miliona subjekte që është praktikisht e pamundur. Dhe pyetja tjetër që por për të kthyer përgjigje. Ajo që garanton qytetarët dhe konsumatorët e çdo vendi të zhvilluar janë standardet në ato që quhen operatorë biznesit ushqimor. Ne, një ndër shtyllat kryesore që AKU-ja po punon fort në këtë drejtim, legjislacioni ka parashikuar më përpara, por nuk është kërkuar deri në momentin që flasim, janë ato që quhen standardet ndërkombëtare ACAP. Ne po tentojmë që hap pas hapi t'i detyrojmë bizneset që merren pra operojnë në industrinë ushqimore, duke filluar tash dhe që nga prodhimi dhe deri tek tregtimi, magazinimi, transportimi etj. Të jenë konform standardeve ACAP. Çfarë janë standardet ACAP? Janë standarde të cilat janë të pranuara në shkallë ndërkombëtare në lidhje me sigurinë ushqimore, në lidhje me praktikat më të mira të ruajtjes së sigurisë dhe cilësisë për konsumatorin. Kështu që ne avash kemi filluar në inspektimet tona i detyrojmë subjektet të fillojnë procedurat e zbatimit të HACCP. Dhe kjo kërkon një farë konsulencë, kërkon një farë kohë, nuk mund të bëhet brenda 24 orëve, edhe pse ligji e kërkon. Por ne kemi filluar të paktën, ka gjithmonë një herë të parë, kemi filluar që në inspektimet tona të para të kërkojmë subjekteve që të paktën të kenë një kontratë me një kompani e cila e përgatit këtë biznes për të realizuar produktet HACCP. Standardet HACCP. Dhe normalisht do e monitorojmë në secilin, sepse thash edhe herë, ne kemi inspektime rutinë. Një subjekti mund t'i bie të kontrollohet një herë në 2 muaj. Kur të vim përsëri mbas 2 muaj, do shohim ku ka ecur pra një pjesë e inspektimit do jetë dhe kontrata me subjektin HACCP. Standardi SOP ka dhe një avantazh tjetër që unë ja bëj me dia dhe konsumatorëve që ta kuptojnë, është një standard i cili do ta plotësoj vetë prodhuesi. Por ai që ta marrë këtë standard nuk jep shteti. Shteti ja kontrollon nëse e ka apo jo. Por për t'ia dhënë jap një firmë tjetër private, e cila do të jetë specializuar në këtë fushë, e cila normalisht nuk është shqiptare ose është dek shqiptare apo certifikuar në Shqipëri pasi ka marrë standardin nga jashtë Shqipërisë. Dhe kjo është një praktikë ndërkombëtare. Që thotë subjekti që ka një standard HACCP ka 2 kontrolle, ka dhe të shtetit, ka dhe atij që jep.
të standardet. Sepse ata nuk luajnë me emrin e tyre. Pikërisht. Dhe pikërisht në këtë rast forcizohet shumë kontrolli nëse ti ke një standard ASAP. Sepse nga një anë ke shtetin që të kontrollon e ke apo jo këtë standard, dhe nga ana tjetër është dhe një subjekt që mban përgjegjësi për të firmë që ka hedhur për atë licencë, për atë certifikat që ka dhënë. Pikërisht, dhe kjo rrit në mënyrë e filtron shumë sistemin dhe vetë biznesi që jep standardin ASAP, pra biznesi certifikuar për të dhënë këtë gjë, luan një rol të zakonshëm në gjithë tregun evropian dhe gjithë tregun botror për të mbajtur garancinë e sigurisë ushqimore. Sepse njerëzit kujtojnë se ka policë Gjermania në treg. Gjermania ka ato standarde, ka konsumatorë të përgjegjshëm, por ka dhe këtë pikërisht elementi standardeve, siç është ASAP-i, që garanton këtë treg. Në Shqipëri kemi pasur debat në Ministrinë e Bujqësisë vite përpara, ku organizata jonë kërkonte të futet standardet e ASAP në ligj si kushte dhe të shkruaj ASAP. Është në ligj. Përdoret si një koncept që shteti ta vlerëson, shteti ta jep, po unë them që të jetë një standard i shkruar në termat plot ASAP që ta certifikon të bëjë detyrueshëm për çdo biznes që ofron sigurisht, që ofron mallra ushqimore në Shqipëri. Kam bindjen absolute që iku koha kur diskutonin për reforma të ngadalta. Ka ardhur një kohë ku siguria ushqimore nuk është më diçka që i përket të shkuarës, se ngadalt, por i përket një të ardhme të shpejtë. Pse? Edhe nga mesazhet që vijnë dhe është me shumë interes nga qytetarët. Flasim ku jemi. Në vitin 2005 në Shqipëri sa biznese ushqimore kishte, të cilat kishin standarde? Me gishtat e një dore numëroheshin. Po sot është një shifër shumë e madhe. Është zhvilluar shumë industria jonë ushqimore. Është zhvilluar shumë niveli kultural i fermierit për të prodhuar disa produkte të caktuara. Është zhvilluar shumë tregu shqiptar. Sot nuk ka më kohë për ligje të ngadalta. Sot duhen ligje të forta, të shpejta dhe të ashpra. Pse duhen të ashpra? Sepse kjo është konkurrencë. Nëse ti nuk plotëson kushtet, mos u merr me këtë çështje. Mos shit ushqim, shit sylapsat e fletore. Ushqimi është diçka që prek jetën e njerëzve. Në këtë moment është koha e njerëzve që kanë parat, por kanë dhe kapacitetin e duhur. Pikërisht për të realizuar këtë gjë. Shqipëria nuk vuan më nga mungesa parave në sigurinë ushqimore në prodhim. Vuan thjesht nga fakti që njerëzit kanë një konkurrencë pandershme në treg. Ka shumë spekulantë në treg, të cilët futen në një treg caktuar, manipulojnë këtë treg caktuar dhe dëmtojnë atë që është korrekt. Ka nevojë ligji, ka nevojë shteti që të inkurajojë pikërisht atë që plotëson standardet. Unë jam për t'i dhënë mbështetje maksimale atyre që kanë standarde ndërkombëtare në produktet ushqimore dhe të mos lejohen të hidhen në treg ato që nuk plotësojnë standardet ndërkombëtare sigurisë ushqimore. Faleminderit për mbështetjen. Një pyetje që vjen faktikisht për ju zoti Gjegje është çfarë marrëdhëniesh keni ju me inspektoratin veterinar të pushtetit lokal dhe ç'mendon për këtë inspektorat? Nuk e di, është pyetje pa dashur të hy në hullitë e debateve dhe komenteve personale. Inspektorati veterinar normalisht është një hallë plotësuese e punës sonë të përditshme. Janë institucionet pavarur nga ne, kanë problematikën e tyre. Një ndër pikat kryesore për shembull të problemit që ne kemi me thertorët është pikërisht ajo vula që është portatile që e mban veterineri në xhep dhe në vend që të jetë i instaluar diku që bashkia ta ketë ose pushteti lokal ta ketë, të ketë një zyrë, të ketë një zyrë, të ketë një ambient ku kafsha theret brenda kritereve ligjore të përcaktuara tashmë o pikë there o thertore dhe aty veterineri të ofrojë vulën për shembull. Ne fatkeqësisht jetojmë në realitet ku fermeri ka vulën në xhep dhe merr atë vulën në xhep dhe shëtit obor në obor, po them për zonat e thella malore, obor në obor ku theret një kafsh, ku bën qokën e radhës etj. Pra këto janë probleme që i ka pasur dhe i ka çdo shoqëri në zhvillim. Ne pikërisht ne prandaj po tentojmë të shkojmë drejt instrumentave të centralizuar, të standardizuar, të cilët normalisht do organizojnë më mirë tregun dhe do i rregullojnë hallkat e procesit në mënyrë më korrekte. Kështu që ajo është një hallkë, është pak problematike, por nuk është në gjykimin tim, nuk është themra akilit që duhet të kemi parasysh. Themra akilit vazhdojnë të jenë dy në gjykimin tim, standardet ASAP që duhet shteti dhe institucion përkatëse të kërkojnë, përfshi dhe AKU-n që unë drejtoj, dhe konsumatori i cili është aleati më i madh i institucioneve shtetërore dhe garanti për sigurinë ushqimore kudo. Unë vlerësuar shumë këtë fjalë që dëgjojmë sot, pasi sinqerisht janë shumë inkurajuese për sigurinë ushqimore. Po absolutisht po. Unë do thoya që kemi edhe një element që ne mund ta inkurajojmë në bazë të institucionit tuaj dhe legjislacionit shqiptar. Është pikërisht ai që është plotësuesi standardeve. Në Shqipëri për shembull, ne kemi një problem shumë të madh me atë që plotëson standardet dhe me atë që plotëson standardin.
Ai që nuk plotson standardin jeton më mirë se ai që plotson standardin, sepse vuan më pak, ka më pak kontrolle. Unë jap një rast me furrat e bukës. Është një problem shumë i madh. Në Shqipëri ne kemi një numër furrash buke të njohura nga ligji, që do thotë janë të regjistruar në QKR, person fizik apo person juridik, janë në QKL kur janë persona juridik. Problemi është që kur janë persona fizik nuk janë të regjistruar në QKL. Që do thotë një furrë buke e cila është person fizik ka më pak kërkesa nga ligji se kur është person juridik, që është absurde. Ai furra buke si është, si e ka një person fizik, si ka një person juridik. Që do thotë ka nevojë për ndërhyrje ligjore tek ligji i licencave, që asnjë person fizik që shet bukë të mos shkojë në treg pa marrë licencë, që do të jetë subjekt i licencës. Problemi është që ne në Shqipëri licencët i kemi vetëm personat juridik dhe për profesionet e lira. Këtë rast ne duhet bëjmë një ndërhyrje të fortë në legjislacion që furrat e bukës, person fizik apo juridik të jenë. E dyta, kemi furra buke të cilat janë ilegale, s'kan problem fare me ligjin, sepse nuk janë fare të regjistruara. Këto furra konkurrojnë tregun e lishëm në Shqipëri. Këto furra kanë dy probleme. Duke qenë të palishme, këto janë në përbodrume, këto janë në përbore shtëpiash, këto janë në Tiranë, këto janë në Durrës, në gjithë Shqipërinë, janë të fshehura. Dhe jo vetëm furrat, ka operator biznesi ushqimor të ndryshëm. Problemi është që edhe një herë zoti Gjergji, numri i telefonit 0800 75 do ta përsëris sepse do të mbetet në mendjen qytetarë që në çdo rast të na ndihmojnë në punën tuaj të sigurisë tonë. Edhe për ata që se mbajnë mend, gjen shumë lehtë në website-in e AKU-s, Autoritet Kombëtar të Ushqimit, www.aku.gov.al. Ne do ta vendosim këtë numër dhe që nesër tek anko.al që është website-i anko. Mund të jem krenar si media që po bëjnë punë në vazhdimje urlidhse. Unë do thoja që në një pjesë e furrave të bukës që janë ilegale kanë dy probleme të mëdha. E para që janë kushtet pa përshtatshme, prodhimi, aty ka bretës, aty ka kafshë shtëpiake, aty ka insekte, ka kushtet pa qarta sepse nuk i di njeri, dhe dyta që nuk i kontrollon dot. Shteti nuk ka drejtë të kontrollojë. Pa vendim prokurorie apo pa vendim gjykate, pa vendim gjykate nuk shkon dot i kontrollosh. Që do të thotë, ky është një problem shumë i madh që do të ndryshuar ligj. Sepse nuk mundet dot lëm të prodhohet bukë e papërshtatshme për konsumatorët, duke mos pasur as të drejtë i kontrollosh. Unë jam marrë shpesh me këtë çështje e furrave të bukës, kam dalë shpesh në televizion, kam bërë ankesa, kam dalë tu, kam shkuar atje. Problemi është që ngelet i problem pas zgjidhje. Pse? Sepse nuk e kontrollon dot. Duhet ta kapësh mat, në moment që hap derën e shtëpisë me makinën plot me furrë, do të vendosësh roje të përgjojnë një furrë buke të palishme që ta kapësh me preshën dorë deri në moment që hap derën nga shtëpia. Domethënë është absurde apo jo? Është e pamundur teknikisht. Elementi tjetër do thoya që ne kemi ca probleme që kanë bënë me pastat. Në Tiranë kemi për shembull shumë pika të njohura me emra të mirë, me standarde që prodhojnë pasta. Sidomos në raste festash të bëhen shumë të atraktuarshme për fëmijët, për familjarët dhe për gjithë. Një pjesë e dyqaneve në Shqipëri, një pjesë e pikave të shërbimit nuk i marrin këto pasta nga persona të regjistruar, por në kushte familjare që bëhen në mënyrë artizanale. Duhet të ketë se s'bën ndalesë ligjore. Nga ana tjetër duhet inkurajohet biznesi i bukës që të prodhojë pasta. Ata që të prodhojnë pastë duhet të marrin licencë vetë. Që do thotë, duhet të bëjnë ca përmirësime të vogla, të cilat janë teknike, të cilat kanë ardhur si pasojë një mënyre se ashtu janë bërë këto gjëra, por që tashmë besoj në takim me grupet e interesit mund të bëjnë ca përmirësime të vogla që menjëherë rregullojnë tregun. Unë do të kërkoja për të 50 herë, 60 herë që kam 40, 50 vjet që kërkoj, që të dalë një akt normativ, të dalë një udhëzim, dalë diçka, një vendim ligjor, të mos lejohet shitja e produkteve në dritën e diellit. Si janë për shembull ujë, lëngje, akullore dhe disa lloj produktesh, të cilat është bërë traditë tashmë, sidomos në kohën e verë nëpër plazhet e Shqipërisë, po edhe në qytetet kryesore, të cilat vendosen në dritën e diellit produktet ushqimore. Ato mund të jenë markat më të mira, mund të jenë me standardet më të mira, mund të jenë paketuar shumë mirë, mund të kenë të gjithë dhënat e duhura në etiketë. Po etiketë nuk vlen më në momentin që është oksiduar nga drita e diellit. Janë sa gjëra të vogla që unë besoj që ju i keni fuqinë, keni dhe vullnetin dhe që brenda një periudhe shumë shkurtër kohë do të përmirësojnë menjëherë tregun në fushën e sigurisë ushqimore. Ne të shpresojmë dhe janë të mirëpritura gjitha komentet nga ana juaj, sepse normalisht jeni më në kontakt me konsumatorin se sa ne. Burokracia bën veten, kështu që duan jo gjithë konsumatorët arrin deri tek institucionet shtetërore, kështu që prandaj them që dhe konsumatorët duhet të kuptojnë që duke u lobuar në organizma të ndryshëm arrin ta përcjell zërin më me forcë dhe më me efikasitet tek institucionet shtetërore.
Dhe jemi afër fundit të emisionit, koha ka shumë shpejt, mesazhet ishin të shumta, besoj se disa prej tyre të kanë marrë përgjigje, sapo edhe disa të tjerë. Zoti Gjergji, si thua, një njoftim apo lajmërim apo një mesazh për qytetarët e Shqipërisë, sa të sigurt do të jenë ata për këtë fund të për qytetarët e Shqipërisë. Në radhë të parë, unë dua të garantoj çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është në çdo moment alert, i kujdesshëm në terren për të përmbushur misionin e tij që është garancia e sigurisë ushqimore dhe e cilësisë ushqimore që u serviron qytetarëve shqiptar. Do isha naiv po të thoja që do zhdukeshin si me shkop magjik gjithë problemet që ekzistojnë. Prandaj, është që thash dhe këtu, vazhdoj të përsëris që për mua, inspektori, pra në filozofinë time dhe të institucionit që unë drejtoj, institucioni kryesor, alati kryesor i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit është konsumatori, kryefjala e vetme është konsumatori, por jo konsumatori pasiv, konsumatori proaktiv. Konsumatori i cili kërkon të drejtat e tija, konsumatori i cili duke i dhënë mundësinë, ne po përpiqemi t'i japim mundësinë, qoftë nëpërmjet grupeve të caktuara shoqërore apo websajteve si ankou.al, qoftë nëpërmjet institucioneve shtetërore si Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe numri i jeshil që ne kemi në dispozicion, që konsumatori ta përcjellë shqetësimin e tij, ndofta të gabuar. Ne nuk presim që konsumatori të jetë i mirë informuar, të jetë teknik, që të ditë shpreh shumë qartë. Mjafton që t'japi indicion, t'japi, thash edhe një herë, problemin dhe shqetësimin që ai ka vërejtur në lidhje me produktin ushqimor që konsumon, si dhe subjektin i cili e ka ofruar atë, pra biznesin që e ka ofruar atë produkt ushqimor në treg, nga ku zotëria apo zonja e ka bler. Kjo është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Megjithatë, unë përsëri do i bëj thirrje dhe këtu edukimi është jashtëmasë i rëndësishëm, përsëri do i bëj thirrje qytetarëve. Ne si AKU do bëjmë pamundur që jemi pranë qytetarëve dhe pranë edhe bizneseve, ashtu si me drejt zoti Goxha i tha që ka dhe biznese që realisht duan të jenë në rregull me aspektin e kushteve higjiene sanitare, por thjesht nuk dinë se si. Kështu që do i bëja thirrje qytetarëve të jenë selektiv, të tentojnë të zgjedhin ato produkte që janë të mirë paketuara, që përmbajnë kriteret të caktuara si data skadencë. Shihni gjithmonë etiketat. Shihni etiketat dhe bëhuni selektiv në lidhje me tregjet. Mos blini në tregje të hapura, po blini në tregje që janë brenda institucioneve, brenda standardeve dhe kushteve higjiene sanitare. Atë zoti Artan Gjergji, drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, faleminderit që ishit sot në studio dhe ju uroj suksese në detyrën tuaj të re. Ishte kënaqësi. Na siguroni ushqim sa më të sigurt. Zoti Altin Goxha, përfaqësuesi i Shtatës për mbrojtjen e konsumatorëve, gjithashtu ju falenderoj për pjesëmarrjen. Dhe uroj suksese në vitin 2013. Zonjë zotrin, mos harroni numrin 0800 75 75. Unë denonconi çdo lloj shqetësimi që keni për sa i përket sigurisë ushqimore dhe për këto që mesazhet që vazhdojnë të vinë, drejtoni te ky numër, lutem. Natë e mirë, dëshirojmë sërish vitin e ardhshëm.